Kjo të e lexuar këto sot më kujtu, nëse e kujtohet edhe juve, kur populli jon pa të mbledh ndihma për tërmetin e Shqipërisë, kujtohet. Edhe në mesin e ndihmave, gara Omerit edhe sahabëve ka qenë që nëse dikush mundet me bëni punë, pse se baj edhe unë? Nëse Abu Bekri po mujka me dhon çikaç, pse s'jap edhe unë? Nëse dikush po mundet me mësu Kur'anin, pse se mësoj edhe unë? Ç'kjo është gara? Po ti s'di me lexu Kur'an s'den. A di me lexu dikush tjetër po? A din shkojmë po? Pse ai din unë s'di? Edhe unë do të më mësoj. Ç'kjo është gara? Mirë, ai tjetër e ka marrë gruan pa mbules, ka arrit me bindë dhe më mbulugur. Mirë, pse unë se kum bind hala? Ai tjetër e ka shtim gruan, e ka shtim nanën, do të thonë mos mos e bë më fal. Mirë, pse unë s'bona? Ai tjetër e ka mësuar një sure për mësh, ai tjetër i ka mësuar një gjust Kur'anit. Pse unë s'moj? Çka kam unë që s'moj? Domthonjë ç'kjo është gara? Omeri radhiyallahu anhu, domthonjë përdesa po e bën dikush, pse unë s'moj me bë? Unë do të më bëj këtu. Edhe kur e ka poçi Abu Bekri gjithmonë po i pari, gjithmonë po jep më shumë, po ndihmon më shumë, po bën më shumë, thotë sa më ka momenti që unë bëj një herë të bëj diçka çka s'e ka bërë kërkosh. Do të dali pari te Allahu, jo te njerëzit. Kur vjen Omeri bën plot pasuni. Edhe e çet pasuninë vetë Abu Bekri. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, Abu Bekr, tash po don edhe Abu Bekri me kallëzu se kush është Abu Bekri. Se si duket Abu Bekri nuk ka pru shumë pasuni. S'ka pas shumë. Po ka pru çato që ka pas. Thotë e mirë, po don me u kallëzu njerëzve kush është Abu Bekri. Thotë Abu Bekr, çka i love familjes tonë? Para kësaj i thotë Omerit, Omer, çka i love familjes tonë? Se bën Omeri ka shumë. Thotë çika sa të kompro ty i kum lënë të shtëpia e mirë. Do më gjysë. E bën Abu Bekri si duket më pak. Për ata Omeri vetëm i thotë mos e kalova sa. Thotë Abu Bekr, shka i kelon familjes tonë? Thotë ja u kelon Allahu në dërgumin e tij. Domthon, këtë kum fshi, çka kum pas të shtëpi. Këtë me parë, me çka kum pas, këtë kum prusht. Domthon, s'ka kush e ka. Për ata Omeri thotë, thësha vetëm me veti, shtyna më me ty. Vetëm me veti, i thësha Abu Bekrit mos shtyna me ty se s'ka kush të ka. Allah i lartëson po don me ish për forcë sahabët, kush e kanë sahabët? Çka kanë bërë për sahabët? Ton Abu Bekri ka pas gruan të shtëpia, bile ka pas më shumë se një grua. Ka pas babën Mekë, që u bë musliman tash, ka pas djemt, ka pas fëmijë. Do të thonë, mirë po si ka shku me në vallahi, e shkojnë fëmija me ti sa të kthej rampit e bukut. Çka pjellon atyne? Pa habës se s'desin, pa thonë Allah. Për ata ka marrë që ka gjetë të shtëpia, edhe e ka sjell. Abu Khaythama, një sahabi tjetër, e bjen një sa me hurma. Qa që ka gjetaj, qa që bjen. Sikur me thonë që tashe, një kufe me hurma. Ose një kofe me grën dikush me prunë. Me thonë që vallahi, a një të mbledh ndihma, po që një kofe me minjë ose me grën e kamëre. Vjen një tjetër Abu Aqila e bjen gjust saje. As njës ka mujt me mush. Fukarallëk i madh. Kjo të e lexuar këto sot më kujtu, nëse e kujtohet edhe juve, kur populli jon pa të mbledh ndihma për tërmetin e Shqipërisë, kujtohet. Edhe në mesin e ndihmave, kur pëjqesin lajme, kamera, e nxerrin edhe një gjusë sallame. Domthon dikush e ka shti një gjusë sallame, subhanallah. Domthon kjo është dikush mundet me thonë që pse e ka shti këto pari dhe kush e han këto. Mirë, po ai çka ka gjetë me vëllai ka shti. Domthon çat gjusë sallame ka gjetë për vetë çato e ka shti. Që do të thotë se kjo frima e humanizmit, edhe me dhon sadak. Më thonë, ka ekzistuar të kaluar, po mundet më ekzistuar sot. Ky banë me gjusë sallame, që e ka shti çato ndihma, ja ka kaluar kum me ditë sa tona dikujt që i ka milionat. E për ta Abu Bekri këtu ka vonë më shumë se Othmani, më shumë se krejt. Se Othmani ka pru 1000 dinar, do që Abu Bekri se ka dhënë as 100, po Abu Bekri çatu shaj ka pas ka pru.